për t'i vu njerëzit që të shkruajnë, jo vetëm të punojnë. Aktualisht duhet të jenë më të tillë. Është një arritje e mirë për të gjithë komunitetin e kirurgëve, në të gjithë anët. Se ne, me thënë të drejtën, jemi një vend i ndam nga e njëjta gjuhë. Kështu që ky kongres i organizuar në mënyrë, po të them, të shkëlqyer nga profesor Latifi, është gjëja më e mirë për komunitetin dhe për zhvillimet e kirurgjisë, për t'i vu njerëzit që të shkruajnë, jo vetëm të punojnë, po të shkruajnë. Është shumë e rëndësishme. Ky seminari që ishte i fundit fare me ekspert shumë të lartë, siç ishin parafolësit e mi, dhanë të gjithë instruksionet se si të orientohemi të shkruajmë në kohët me kërkesat e kohës. Pra, duke u futur nga inteligjenca artificiale, tek impact faktori, altmetrika, bibliometrika etj. Unë kam prezantuar atë nevojën për të lexuar, që kirurgët e kanë pas që në kohët e lashta, por që aktualisht duhet të jenë më të lexuar. Duhet normalisht për të mbajtur performancën, duhet të lexosh mbi 5 artikuj në ditë. Kështu thot artikulli i publikuar në New England Journal of Medicine.